Ju përshëndes. Po sikur atentati që u bë Donald Trumpit të ishte një teatr ose të ishte vënë në sken, ju do ta besonit, kjo është teoria e komplotistëve që po shpërndahet kohët e fundit dhe është bërë virale. Unë doja ta diskutoj me ju sepse mendohet jo vetëm ky rast, por edhe në vitin 2024 ndodhi e njëjta gjë, pra e njëjta sken. Kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Atëherë për ata që nuk e kanë parë, unë padyshim shumë prej jush e kanë lexuar lajmin që Donald Trumpit i bërë një atentat para pak ditësh. Por nuk arriti, pra atentatori, një tip i quajtur Cole Thomas Allen, që 37 vjeç, 31 vjeç, më falni, që nuk arriti të bënte atentatin, sepse ai ishte përgatitur, ishte marrë një dhomë aty tek hoteli, por duke sikur të ishte e programuar çdo gjë, dhe do t'i them pse përse. Atëre, ai pasi ishte përgatitur, kishte marrë dhe dhomën, ndonse ju duket paradoksale, por ai nuk mund të i kalonte dot metal detektorin. Dhe e dinte shumë mirë këtë. Në fakt, ai kur arriti tek metal detektor, aty ku vendosin atë portën, që ti nëse je i detyruar që të kalosh brenda, që ti nëse ke armë, e kap porta. Dhe ai e kaloi atë, por pasi Donald Trump dhe gjithë stafi i tij ishin për darkë. Ishin 2500 të ftuar, mes tyre gazetarë, politikanë etj etj. Dhe ishin katin sipër sepse atentatori ishte poshtë. Kështu që atij i duhej, përveç se të kalonte metal detektor, dëgjoni me kujdes, sepse ka shumë gjëra që të dyshimta në këtë rast. Megjithatë unë doja ta diskutoja. Mo nuk më duket e tillë, por ta diskutojmë së bashku sepse është bërë viral tani që thuhet që Donald Trump i ka inskenuar që të gjitha këto gjoja atentatet e tij. Dhe po thoshja, kur ai atentatori u fut, kaloi metal detektor dhe donte të ngjitej. Nga ai moment një nga rojet ju afrua, me fjalë e kapi në moment, nuk arriti dot për momenti, por ai e qelloi shkarazi, kështu që aty u hodhën dhe të tjerët të sigurisë dhe e kapën. E arrestuan. Dakord deri këtu. Mirë, po pse duhet ta bënte një inskenim të tillë, sepse inskenimi, sipas disa komplotistëve, nuk ishte bërë direkt nga Donald Trump, por është bërë nga një staf i tij dhe në sekret, me fjalë që pa e ditur ai atentatori se përse do ta bënte, por e nxitën atentatorin që të bënte këtë gjë, pra këtë gjest. Dhe ky që me sa kuptova është një profesor i ciklit të ulët, mësues i ciklit të ulët, pra ky Allen që bëri atentatin, që donte të bënte atentatin, me sa duket ky ishte nxitur që të thuhej që Donald Trump është njeri i keq dhe nuk e do vendin dhe popullin. Tani ka disa gjëra të rëndësishme për të thënë. Në mandatin e parë, Donald Trump, do të them dhe atë që aksidentin ose mirë atentatin e vitit 2024, por prisni pak. Në herën e parë, pra në mandatin e parë, ai bëri një deklarat të fuqishme. Sa po e mori pushtetin në dorë, Donald Trump tha diçka. Unë tha do luftoj ball për ball Deep State. Para ata që nuk e dim, Deep State, e kemi bërë dhe në emisionin Enigma, është një lob i fuqishëm që është pas pushtetit, pra pas qeverisë, dhe janë ata që vendosin. Në fakt, nëse keni vënë re, ka disa tipa që nuk bëhen publik, por kanë buxhet miliarderësh të miliardave të gjithë botës. Pra kanë pushtetin dhe aksione të miliarderëve të mbar botës. Sepse kanë aksione gjithandej. Pra këta janë aksioner gjithandej. Dhe kanë një buxhet marramens, sepse duhet të dini që edhe pse gjenden disa banka në Evropë, apo banka në Azi, në Kinë, në Arabinë Saudite, apo ku të doni ju, këta zotërinjt kanë aksione dhe këta vendosin fatin e kujdo. Pra të politikanëve, të bankave, të popullit, të çdo gjëje, sepse kanë një forcë pushtetare në dorë të papar. Dhe mjafton një presje e tyre, ndryshon çdo gjë. Dhe çfarë ndodhi? Ai në momenti që tha publikisht që unë do të luftoj ball për ball Deep State, për pak ra qeveria. Nëse mbani mend, mandatin e parë, Donald Trump kishte vështirësi teste përpara. Madje
të thuhet që kërkuan që ta eliminonin dhe ai kishte informacione të sakta për këtë. Në fakt, mendohet që ai kishte fituar edhe mandatin e dytë, ku ç'është e vërteta e mori Biden dhe u gjetën të gjitha informacionet që ai që ishin ndryshuar numrat, ç'është e vërteta, sepse kishin votuar edhe të vdekurit. Dhe këto i gjen gjithandaj, nuk është se i them unë, por megjithatë këto janë teori konspirative që ne i diskutojmë së bashku. Si përfundim, ai nuk i fitoi për këtë arsye, sepse duhej që të binte dakord me këta tipat, me këtë lobin, pra me deep state. Dhe mendohet, si thon konspiracionistët, që ai bëri diçka. Ai i mbajti ISO. Me një fjalë, ai pranoi disa pika të programit të tyre, sepse ata e panë shumë mirë që populli e do. Dhe ai në këto pika tani, disa është i detyruar që të vazhdoj programin e tyre dhe disa të vazhdoj programin e tij. Në qoftë se keni vënë re, disa gjëra ato që ka vendosur ai ecën drejt. Amerika të bëhet e madhe, dakord. Në këtë Amerika të bëhet e madhe, ai ka vendosur që të bëjë edhe një përmbledhje të madhe të gjitha shteteve, me një fjalë të shteteve dhe latine, nëse keni parë. Dhe ky është problemi kryesor, që shumë njerëz nuk e kanë kuptuar që ai do me të vërtet të bëj Amerikën e madhe, siç e ka thënë. Mirpo, disave nuk u vjen mirë. Për shembull, Evropës nuk i vjen mirë, sepse do bëhet më fort Amerika. Në fakt, dollari ka rënë shumë. Duhet të dini që çdo gjë kontrollohet nga dollari dhe është në bazë të dollarit, çdo gjë. Dhe kjo, për sa i përket bosave të mëdhenj, u bën mirë, pra të mbledhi Amerikën. Por nga ana tjetër, duhet që ai pra të vendos të vazhdoj programin për disa pika të tyre. Për shembull, në këtë rast të luftrave. Kur erdhi në fillim Donald Trump, ai tha që do ndaloj gjithë këto lufta, por në të vërtetë bëri luftra të tjera dhe pranoi luftra të tjera. Kjo të bën të mendosh që nuk është e drejtuar politika nga ai, por nga dikush tjetër. Dhe mendoj që këta që thonë për teori konspirative që Donald Trump i ka inskenuar këto atentatet e tij, mund të jetë e vërtetë. Tani do ta themi për atentatin e parë, vitit 2024. Në qoftë se keni vënë re, është bërë objekt bisede, tani gjithë flasin për atë atentatin e ri, por në atentatin e vjetër u fol shumë. U përfol duke thënë se ishte e gjithë e inskenuar. Me një fjalë, e kishin vendosur atë, e kishin nxitur që të bënte gjëja sikur të, sepse i interesonte të merrte votat, i interesonte të ishte në qendër të vëmendjes, pra presidenti i interesonte për shumë gjëra. Në fakt, po ta shikoni, atë djaloshin e ri që e vran pas një problem. Brenda një dite vendos, po flasim, nuk ishte i ruajtur si presidenti, por megjithatë, nëse dikush vendos që të eliminoj, hiqe nga mendja se e bën, kushdo qoftë, si e bën me Ronald Reaganin. Megjithatë, doja të thoshja që herën e parë ai thuhet që bëri gjëja pikërisht për të tërhequr vëmendjen e mediave, të tërhequr vëmendjen e tij dhe për të patur më shumë dashamirës dhe të partisë së tij. Tani, të dytin që u bë, thuhet që ka humbur shumë pikë, ka humbur edhe shumë shok, pra nga e njëjta parti. Dhe shumë njerëz tani gjithë Amerika është ndarë në dysh, sepse disa e duan, disa nuk e duan. Në fakt, u ngritën, nëse pat para disa muajsh, u ngritën në këmbë në të gjitha shtetet e Amerikës kundër Donald Trumpit, kundër politikave të reja të tij. Disa thonë që e mbajnë nën kontroll për disa fotografi, disa video, disa gjëra të bëra më përpara. Nuk e di për këtë, doja ta diskutoja me ju, nëse ju keni parë gjë apo diçka të vërtetë, sepse shumë prej tyre janë edhe montazhe me inteligjencë artificiale. Është e vërtetë kjo. Të tjera nuk e di. Megjithatë, ai ka deklaruar publikisht duke thënë që unë nuk kam prekur asnjë të mitu. Me një fjalë, nëse kam njohur një vajzë, kam njohur nga mosha 18-20 e lartë dhe nuk më tregoni një, thot ai, nuk keni asnjë fakt. Të dali një, thot. Dhe
Unë besoj se për këtë ka të drejtë, se shumë njerëz flasin. Është e vështirë, ti jesh president, ti jesh ministër, ti jesh çfarë do lloj gjëje, sepse shumë janë ata që të duan, por janë më shumë ata që nuk të duan. Dhe po thosha, kështu që tregohet që ai e inskenoi atë, pra herën e parë, pikërisht për këtë gjë dhe po ashtu dhe herën e dytë, sepse herën e dytë ka humbur më shumë pikë. Sepse ai kërkon që të ketë me fjalë që të dali me sukses, në fakt nga ky mandat. Mandati i tanishëm, që e mori në vitin 2025, mbaron në vitin 2028. Kështu që merreni me mend tani se sa kohë i duhet kur e mori këtë mandatin e dytë. Në 2025 apo jo. Nëse, por mbaron në 2028, po zgaboj. Megjithatë, në këtë mandat që aty i mbetet, pak rëndësi ka sa kohë ka, por e rëndësishme është që ai kërkon që të largohet si mund të quhet, me emër të pastër. Dhe për ata që, sepse për shembull, ti jesh president, disa e qortojnë duke thënë që ai u bëi pasur në një kohë shumë të shkurtër. Shiko, kushdo qoftë, edhe ju t'jeni, edhe unë t'jem, në qoftë se do t'jem në qendër të vëmendjes, parat vinë vetë. Vinë vetë sepse, si isha dikur, për shembull që bëja spektakle, të men edhe ti ishe ti që drejtoje. Isha unë që drejtoja, thosha, dua kaq, pik, për çdo spektakël që më merrin në telefon, sepse kisha plot punë. Dhe kur je në qendër të vëmendjes, i vendos ti dhe bëhesh gjithmonë edhe më i pasur, ose gjithmonë edhe më i njohur. Duke u bërë gjithmonë më i njohur, ke më shumë njerëz që punojnë. Pra punojnë edhe për ty, por njëkohësisht punojnë me ty. Kështu që ke më shumë mundësi për t'u bërë i pasur. Ju çfarë mendimi keni për një argument të tillë? Pra, unë them që kjo teoria që ai u bëi pasur sepse tani që u bë president u bë akoma më i pasur, nuk është ndonjë gjë e re, sepse që të gjithë ata që kanë qenë president apo bëhen president apo qoftë edhe ministra, bëhen të pasur. Bëhen të pasur sepse kanë shumë mënyra. Përveç se kanë shumë mënyra, janë në qendër të vëmendjes dhe punojnë me të dhe punojnë për të. Apo jo. Kështu që në qoftë se ai e inskenoi kësaj radhe, në qoftë se është e njëjta gjë si në vitin 2024, por tani është akoma më fort, sepse ai ka humbur një pjesë të popullit, të njerëzve, njëkohësisht edhe lufta në Iran i ka ulur shumë pikët dhe probleme të tjera. Njëkohësisht edhe për bashkëshorten që flitet shumë etj etj. Dhe nuk janë gjëra të lehta këto për t'i përballur. Dhe kështu që si gjithmonë, ndonjëherë kur ndodhin këto probleme të tilla, këta ministrat bëjnë gjëra sikur ndodh diçka që të flitet për atë tjetrin dhe ky të humbasi populli, të humbasi kohën me këto thashë theme. Pra, këtë mendojnë disa konspiracionistë. Ju çfarë mendimi keni për të gjitha këto që diskutuam? Mund të jenë të vërteta këto, me fjalë këto atentate që i bën, apo janë thjesht të inskenuara? Pres komentet tuaja. Hajde, natën.